Sa i përket rangimit, kam shumë rezerva. Jo vetëm me bëni lexim sipërfaqësor të raportit, edhe marrë me thonë, valla unë po mendoj që nashta gazetarët e kanë mirë. Unë i kom pyet, sa njerëz i keni intervistu në një vend, ai mu ma bën, Albin Kurti duhet mu kujdes për lirinë e media, jo me vetë për metodologji. Pra nuk kanë vendosur gazetarët e Kosovës që janë përgjithë survejt që Kosova do të jetë vendi në 99. Po, unë jam në kontakt me OJQ-n e cila ka bërë raportin. OJQ-ja është pak arrogante dhe nuk përgjigjet në pyetjet të cilat unë i bëj, më shumë përgjigjet në pyetjet të cilat ata kanë dëshirë. Mirë po, raporti është aty. Unë mendoj se raporti nuk duhet të mirët si vlerësim, si gjendje medjave të lira në një vend, por si vlerësim i gazetarëve të atij vendi për gjendjen e medjave në atë vend, pasi kështu bëhet edhe vlerësimi. Sa i përket rangimit, kam shumë rezerva, pasi rangimi bëhet prej gazetarëve të secilit vend për atë vend. Dhe këtu standardet me të cilat ti e vlerëson lirinë e media në vendin tënd mund të jenë të ndryshme. Për shembull, aty kemi unë kom gjetë diçka që e shoh shumë të çuditshme që siguria e gazetarëve në presidentin Biden është më e keqe se siguria e gazetarëve në Hungari, në Viktor Orbanin, apo siguria e gazetarëve në Serbi në Vučićin. Që për mu nuk ka asnjë kuptim të jetë e vërtet. Por ka kuptim nëse ajo siguri vlerësohet. Sa nga po veç me perceptim po e thu. Amerikanët kanë standarde shumë të larta. Po, a ke qenë atje me po? A ke qenë atje me po, sepse nuk besoj që ti e njeh realitetin në DC ose në realitetin në New York, çka është problem me qenë gazetar atje. Ata e kanë korrespondentin atje, ata i kanë pyet gazetarët atje dhe gazetarët amerikanë kanë thonë që sigurinë nuk e kanë të mirë atje, pra. Eksakt, është tamam qartë. Se kanë thonë hungarez, duhet me pa me shku, na me pa atje dhe me këshyr me studiu venin, jo vetëm me bëni lexim sipërfaqësor të raportit, edhe marrë me thonë, valla unë po mendoj që nashta gazetarët e kanë mirë. Duhet me folë me 20 gazetarë amerikanë. Apo më dizon pak. Po. Unë nuk e bëj sipërfaqësor leximin. Unë e kom bërë leximin, edhe mandej jam shku në organizatën tonë. Nuk është organizata e më. I kom pyet ca gazetar, ka njerëz që kanë intervistuar ata në cilin vend. Ata nuk përgjigjen. E kanë në metodologji, e lexon, mundesh me pa. Jo, nuk e kanë shkruar sa njerëz janë intervistuar në cilin vend. Refuzojnë të kallëzojnë metodologjinë komplete. Unë i kom pyet sa njerëz i keni intervistuar në një vend, ai mu ma bën, Albin Kurti duhet mu kujdes për lirinë e media, jo me vetë për metodologji. Thush ti, unë e kom punë me Albin Kurtin. Ky raport, çysh tha edhe ti? Metodologjia është online. Dal. Ky raport, çysh tha edhe ti? Është vlerësim i gazetarëve të secilit vend për lirinë në vendin e tyne. Por renditja nuk është vlerësimi gazetare. Ka një gabim faktual që mbas unë e keq kuptova. Mu duk që tha që gazetarët që janë përgjigjë survejt e vendosin në cilin shtet se cili shtet rangohet. Pra nuk kanë vendosur gazetarët e Kosovës që janë përgjigjë survejt që Kosova do të jetë vendi në 99. Besoj e keq kuptova këtë. Jo, kanë vlerësu. Ai s'po thotë që e ka vendosur, po thotë e ka vlerësu shtetin e vet. Lirinë e shtetit. Pastaj renditjen e bën vetë RSF-ja, nuk e bëjnë gazetarët e cilit shtet renditjen e shtetit vet në indeks aty. Në bazë të vlerësimeve të juaja. E qartë. Edhe ti që jeton në Kosovë, standardin për lirinë e medjave e ki ma të naltë se një gazetar sërb ndoshta. Nuk e di. Po mundër me pas ma talt, mundër me pas ma talt. Dhe këto maten me matësit ndryshme. Kështu që ky rangim për mu nuk është i vlefshëm. A muj me që interpretu që ka e të thonë vërtet që nështë ta gazetartë në Sërbi tolerojnë ma shumë presion ose kontrol, se këta në Kosovë jënë mësu heq mës mi preke dhe gjithë shka reagojnë e njën si cenim të liris edhe se anë i matë vogër, dhe për që ato ka dalë rangimi qysh është, a jom gabim, a që ta jetu e thonë, veç me kuptu. Jetu e thjeshtësu pak atë që e thashë, unë e punë parim është tja, që dëmë dhonë, gjithë ku gazetarët e masin bazë të parimeve të veta. Nuk ka një matës universal i cili matë të gjitha. Mirë, po unë me Gjemalin pajtona shumë, që na nuk duhet me këshyr raportin ku jemi të ranguna në krahasim me Serbinë, po duhet me këshyr ku po rangohemi me vitin e kalum, para një viti, para 2 viti, para 3 viteve. E kjo është paka shumë me sakt. Se paka shumë njerëzit e njëjtë e kanë vlerësu. Edhe kjo që kemi pa është një rënje shumë e madhe, është lajm shumë i keq për Kosovën.
Sa i përket debatit në Kosovë, unë e shoh shumë të mirë debatin që bëhet për, domethënë, partitë politike, sidomos kjo gjuha tradhtar, ky tradhtar ai është katastrofë. Mirë po, debati duhet të xhanohet edhe më shumë në pjesën ku flitet për ndikimin e bizneseve dhe grupeve të ndryshme politike në media. A e ke pa qëtë pjesë në raportin e RSF-it? A flitet për ndikimin e biznesit lirinë e shprehjes aty? Po, edhe vlerësimi ka ra për 30% për vitit kalum në këtë vit. Do të thotë bizneset dhe partitë politike, ose grupet politike, mundën me ndiku, nëse banalizojmë, 30% më shumë në dhomën e redaktorëve si vjetë në 2024 se në 2023. Edhe kjo është një pjesë që nuk po diskutohet as pak në për media. Edhe kjo për mua është më rrezikshme se Albin Kurti sot është kryeministër, nesër mundet mos me qenë, vjen dikush tjetër, edhe mundemi me zbut ato. Po nëse bizneset e fusin mediat nën kontroll, atëherë përfundon media e lirë. Për këtë, sipas metodologjisë dhe disa praktikave, qeveria duhet të nisë të subvencionojë. Po kjo unë mendoj që gjithashtu është e rrezikshme, pasi qeveria do subvencionojë dikën që e ka të vetin. Dhe për këtë mendoj se është një situatë mjaft e keqe dhe është duke u keqsu dhe e shoh vështirë mënyrën qysh me dalë prej kësaj situate.